vizites tonë diplomatike në New York e GTU. Po, Imeri, po shihet një mos koordinim ndoshta i krerëve shtetëror atje, sidomos me ministrën e punëve të jashtme? E keq që është se kjo është bërë edhe një traditë, të thëja, jo traditë, por është bërë një farë rutine e një mos koordinimi për shkak të qëndrimeve ndoshta diametralisht të ndryshme, ose për shkak të prejardhjeve politike, ose për shkak të inateve zilive në mes të subjektive. Kujtoj se kjo nuk është hera e parë, ore që tjetë e fundit, sepse kemi pasur edhe më herët, sepse e kujtoj se sot kur për çështje fundamentale ka pasur dallime të theksuara në mes të presidentit Thaçi, kryeministit Haradinaj, ministrit të punëve të jashtme, zoti Pacollit, sa të kanë mënyrë se si duhet të trajtohet çështja e problematikës ose raportit me Serbinë. Nga shkëmbimi me territorë që konsiderohej një si ta themi e mbështetur nga presidenti Thaçi, zoti Haradinaj e këmbgulte se çdo shkëmbim territori do të cënonte ose do të shkaktonte lutje, ndërka zoti Pacolli e kujtoi që prezantonte një ide të një zone ekonomike në veriun të lirë ekonomike në veriun e vendit. Dhe si është e mundur pastaj që diplomatët tonë të cilët punojnë në bazë detore dhe të cilët marrin si ta themi të dhëna dhe qëndrime detore nga Republika e Kosovës këtë të dëgjojnë, me këtë të flasin. Këta prezentojnë atje. Dhe pa një politikë të jashtme të dakorduar, është e pamundshme që të funksionohet në mënyrë të suksesshme. Dhe kush ka qenë, si ta themi, ambasador ose bartës në politikën e jashtme, zoti Selimi, zoti Nesho kanë qenë ose në njërin anë të, si ta themi, organet e brendshme të politikës së jashtme ose pjesë e organeve të jashtme të politikës së jashtme, dëshmon se është e pamundur që të funksionohet mirëfilli. Unë e pata fjalën e obligimeve ndërkombëtare juve tash në marrëveshjen e orit. Obligimet sa takon asociacionit janë marrë shumë më herët. Dhe nuk kemi pasur një dialog strategjik në mes të partnerëve politikë të Kosovës, në mes të partive politike të Kosovës, nuk ka pas një kohezion të brendshëm se si të dilet nga kjo situatë. Gjykata kushtetuese ka dhënë verdiktin e saj dhe ne duhet të bëjmë të mirën tonë konform këtyre obligimeve, por duhet të dihet për çfarë, për cilë është kosto benefiti gjithë kësaj situate. Unë e di që edhe po që se do të bëj asociacioni, Serbia përsëri nuk do ta njofte pavarësinë e Kosovës dhe këtë e tha dje presidenti serb në këtë seancë ose dje në seancën plenare të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Dhe përgjithsesi ne duhet ta bëjmë detyrën tonë. Çfarë neve na mungon dhe po flas nga një prizmë do të thëja gjithëpërfshirës është që Kosova duhet të i rreshtoj si duhet objektivat e veta strategjike, duhet kuptoj drejt se partneriteti me Perëndim dhe në veçantë ata të që kanë sponsorizuar dhe mbështetur pavarësinë e Kosovës nuk ka ekujvak, nuk ka rrugë tjetër, nuk ka mundësi të dytë. Por duhet të kuptoj që edhe gjeopolitika nuk është fort e favorshme për situatën në të cilën gjendemi. Dhe nga 2022 deri në ditën që po flasim gjithçka çfarë është bërë në rajonin tonë ka qenë kryesisht menaxhim krize. Dhe natyrisht Kosova duke mos e pasur një status më të favorshme gjeopolitike, nuk e ka luksin që të mbetet në këtë pozicion. Pra që të mirëmbajë atë çfarë është arritur me çykën e zorit. Kosova prandaj ka pasur të vështirë me veriun e vendit ku është dashur që funksionojë kështu çfarë është funksionuar. Pastaj tensionet e cilat janë proklamuar në mes kinset Kosovës dhe pakicës serbe kanë reflektuar edhe në këto marrëdhënie të cilat sot Bashkimi Evropian i cilëson si jo të duhurat dhe prandaj e ka vendosur Kosovën në sanksione. Çfarë dua të them është se ne duhet që të lëmë menjëherë anash çdo paqartësi, si ta themi, çdo veprim partijak ose puro partijak për të kuptuar se cilat duhet jenë 4-5 pikat kyçe që Kosova duhet të ndjek, pavarësisht se kush është në udhëheqjen e politikës jashtme të vendit. Pavarësisht se kush është dakordimi ose se qëndron dakordimi në mes të institucioneve të brendshme të politikës jashtme. Edhe në këtë mes presidentja e vendit, në rastin tonë ministri i punëve të jashtme ose në rastin tonë ministra e punëve të jashtme dhe kryeministri duhet në patjetër është domosdoshme, madje është themelore që të ketë një agjendë të dakorduar dhe nuk duhet, është e gabuar nëse shkohet në Washington ose New York, në rastin tonë në New York, për të pa pasur një agjendë të mirëfillt dhe pa pasur të qartë se cilat do të jenë objektivat strategjike që Kosova synon të arrijë përmes këtyre forumeve, të cilat po e përmendin edhe janë një herë në vit dhe përshtytet që Kosova këto janë ato portat e ngushta dhe të vogla, të cilat duhet të shfrytëzojmë patjetër për të arritur po e përmendin edhe një herë objektivat tona strategjike. Çfarë është arritur deri më tash? Ne kuptojmë se Kosova ka pas një njohje të konsoliduar për 117 shtetesh, dhe të cilat kanë marrë një tepurze shumë të madhe për shkak se është krijuar një farë paraftyrimi ose një gjykim i përgjithshëm se pa një marrëveshje me Serbinë, Kosova nuk mund të ecë më tutje. Pra fakti që jemi këtu tregon se nga 2011 kur kanë ardhur 6 pikat e Ban Ki-moonit edhe deri në ditën që po flasim, Serbia arriti që ta paraqes Kosovën si një histori e papërfunduar dhe se jemi në negociata, pra kjo është paraftërim gjithmonë po flas i Serbisë, pse duhet shtetet që të bëjnë njohje të re për aq kohë sa situata për të konsideruar akoma e pambyllur. Kosova nuk guxon ta ruaj
këtë pozicion. Kosova nuk guxon, nuk duhet, është gabim që të paraqes veten si një situatë pa përfunduar. Dhe prandaj çfarë duhet të bëj është që të shoh mënyrën se si duhet të përfundojë të përmbyll dialogun me Serbinë. Serbisë nuk ju ngutet. Ajo në çështjen e vet doktrinale e ka të bëj marrëveshje, të mos i zbatej ato, të rinegocioj dhe të përdor të njëjtat për të vijuar ato që e konsiderojnë që si prolongimi, përzgjatja, të zgjatja,